Kriza e krijuar rreth regjistrimit të futbollistëve të rinj të Vllaznisë për ndeshjet e UEFA Conference League duket se është drejt zgjidhjes. Pas shqetësimeve të ditëve të fundit, tashmë ka mbërritur konfirmimi për marrjen e pagesës së detyrimeve, ndërsa klubi Shkodran pret vetëm heqjen zyrtare të bllokimit për të regjistruar afrimet e reja. Burime pranë klubit bëjnë të ditur për Star Plus se të gjitha detyrimet janë shlyer dhe tashmë gjithçka varet nga përfundimi i procedurave administrative. Drejtuesit e Vllaznisë kanë qenë në kontakt të vazhdueshme me institucionet përkatëse me synimin që procesi të mbyllet sa më shpejt. Nëse bllokimi hiqet brenda afatit, Kuqe Blut do të kenë mundësi të federojnë edhe futbollistët e afruar gjatë merkatos së verës, duke vënë ata në dispozicion të trajnerit Edi Martini për përballjen e parë ndaj Malishevës në turin e parë kualifikues të UEFA Conference League. Në të kundërt, Vllaznia do ta plotësojë listën me futbollistë të dalë nga akademia, të cilët kanë qenë pjesë e fazës përgatitore në Sloveni dhe janë gati për të dhënë kontributin e tyre në arenën evropiane.